Kjo është Bibla ime. Dhe është fjala e Zotit. Unë besoj në gjithë shka që është shkruar aty. Mbreti David tha, tek Psalmi 65, se Perëndia do ta kurorëzoj vitin tim me një korje të bollshme. Unë e shpall sot se Perëndia do ta kurorëzoj 2026 me një korje të bollshme. Madje edhe në vendet e vështira, edhe shkretëtirat e mia do mbushen me ujë dhe me bollak. Kjo mbushje nuk është vetëm për të përmbushur ëndrat e mia. Jo thjesht që të kaloj më tej, por unë do të shoh te mbushje bollakun e Atit në jetën time. Simptomat e mia, ndjenjat e mia, rrethanat e mia nuk janë Zoti im. Jezu Krishti është Zoti im. Vështirësitë që janë duke hasur tani nuk do të më mposhtin. Unë do të mbushem me forcë. Unë do të mbushem me mençuri. Unë do të mbushem me shëndet të mirë. Unë do të mbushem me favor nga Zoti. Unë do të ngrihem në nivele të reja. Unë e besoj në zemrën time dhe e rrëfej me gojën time se kjo është fjala e Zotit. Në emrin Jezus, unë pres që të ndodhi. Në emër të Jezu Krishtit. Amen. Haleluja. Lavdi i Zotit. Tema për sot është zemra e Hatit. Ne jemi duke folur që të eci me Perëndin, edhe ne thamë që Enoku eci me Perëndin 300 vite dhe Perëndia e mori me vete. Por në Jezu Krishtin sot ne mund të ecim me Atin. Ne mund të ecim për shkak të Jezu Krishtit. Ai restauroi marrëdhënien që Adami theu. Prandaj ne sot do të shikojmë shëmbëltyrën e mjekësit dhe në shëmbëltyrën e djalit plan prishës. Jezusi na tregon tek Ungjilli i Lukës kapitulli 15, vargjet 11 deri në 32. Dhe kjo shëmbëltyrë na flet për 2 djem edhe një baba. Djali më i vogël i kërkon pjesën që i takon Atit dhe shkon, jeton si di doj qefi. E prishi pasurinë dhe pastaj miqt, shokët u zhgënjyen kur i mbaruan financat dhe ai nuk ishte lek paguante as qeran dhe as ushqimin dhe çfarë bëri? Për të mbijetuar shkoi të pastronte stallën e derave. Po kur ishte për një kohë të gjatë atij ju kujtua kush? Ati. Ju kujtua çfarë kishte në shtëpinë e Atit. Dhe Bibla thotë që ai erdhi në vete dhe tha me mendyshje, do më pranoj, s'do më pranoj. Dhe ai përgatiti një fjalim të bukur, çfarë do t'i thoshte Atit? Kam gatuar kundër teje, kam gatuar kundër qiellit. Aman, më lart jem vetëm shërbëtor yt, jo fëmia yt. Por ai u surprizua, sepse kur ai iku, fjala e Zotit thotë që Ati ishte ulur te porta, po shikonte rrugën dhe kur e pa nga larg birin e tij, ju turr me vrap, edhe ashtu siç ishte i pist, e puthi, e përqafoi, e mori, e lau, e shplau, i veshi rroba të reja, i dha një mantel të ri, i dha unaz të re, i veshi sandale të reja, dhe tha, therrni viçin e majm, sepse u kthye fëmia im. Dhe ne do të shikojmë që në këtë shëmbëltyrë është një tregim shumë i thellë dhe prekës i Zotit Jezu Krisht. Dhe shpesh ne shikojmë që drejtohemi tek gjërat e botës, por Zoti sot
po kërkon që të na fokusoj të zemra e Atit. Ne shikojmë shpesh kur studiojmë djalin e madh, djalin e vogël, por sot do të shikojmë zemrën e Atit. Sepse nëse ne do të kuptojmë zemrën e Atit, kjo do të na mbrojë. Nëse ne do të dim kush është Ati ynë qellor, ne do të dim se çfarë qëllimesh, cili është plani i Tij, cili është vullneti i Tij. Ne po studionim të takimi i burrave, atje ku thuhet e Ungjilli i Gjonit kapitulli 4, që ushqimi im, thot Jezusi, është të bëj vullnetin e Atit. Edhe ushqimi ynë është të bëj vullnetin e Atit. Një zemër që zbulon se kush është Perëndia në të vërtetë. Ati është një At i dashur, i durueshëm, plot hir dhe plot mëshirë. Nga kjo shëmbëtyr ne duhet të nxjerrim disa mësime. Mësimi i parë është zemra e Atit të lejon që ti të zgjedhësh. Ne duhet të kuptojmë që Perëndia na ka krijuar me vullnet të lirë. Edhe kjo merr përgjigje pyetja pse Zoti nuk e ndaloi Adamin dhe Evën që të bënte mëkat. Ai kishte dhënë gjithë autoritetin, gjithë pushtetin që ata të sundonin. Adami dhe Eva mund t'i thoshte gjarprit shporu, largohu, edhe Adami madje mund t'i thoshte qa ke që bën muhabet me gruan time. Asnjë burr sot nuk është i lumtur kur shikon gruan e vet të shkojë me një burr tjetër. Dhe Adami nuk e bëri një gjë të tillë. Pra e kishte autoritetin dhe nuk e bëri. Perëndia nuk krijoi robot. Kjo është tema e debatit sot, robotët apo njerëzit. Robotët nuk kanë ndjenja, nuk kanë vullnet të lirë. Robotët janë bosh. Perëndia na krijoi që të ishim në imazhin e Tij, Perëndia me vullnet të lirë, ne jemi me vullnet të lirë. Perëndia nuk na detyron ne që ta duam atë. Ai na jep liri, edhe kur zgjedhjet tona mund të na çojnë larg Tij. Zemra e Atit është një zemër që respekton zgjedhjen e njeriut. Dhe kur ajo zgjedhje sjell dhimbje, shumë dhimbje që janë në zemrën tonë, janë për shkak të zgjedhjeve tona. Shpeshherë ne zgjedhim miq e gabuar, siç e zgjodhi ky djali. Shpeshherë miqt thonë na ke ne, po kur ti je në vështirësi, s'ke asnjë pastaj. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne duhet t'i kushtojmë kujdes fjalës së Zotit, edhe ta kuptojmë. Djali vogël zgjodhi të ikte larg Atit Perëndim. Po ti çfarë lloj zgjedhjesh ke bërë? Pra, ajo që duhet të mendoni sot është kjo: ku jam unë? Unë jam larg Atit apo jam në shtëpinë e Atit? Është shumë e rëndësishme sepse edhe pse jemi besimtar, ndonjëherë ne nuk e pyesim Zotin. Dhe kur ne nuk e pyesim Zotin që ta bëj, mos ta bëj, dhe a është në vullnetin tënd apo jo, Zoti do të na flasë në zemrën tonë. Gjatë predikimit në vazhdim unë do flas edhe si të dëgjojmë zërin e Zotit. Ne duhet të mësohemi si të dëgjojmë, sepse Zoti ynë nuk është një Zot me mec. Është një Zot që flet. Dhe kur dëgjoj shpeshherë shumë besimtarë thonë, çfarë thot ky, si do ta dëgjoj unë zërin e Zotit? Po, ti mund ta dëgjosh zërin e Zotit. Një gjë kryesore që ne dëgjojmë zërin e Zotit është Bibla. Bibla është zëri i Perëndis i shkruar. Prandaj djalli sot nuk të jep durim të sjell probleme që ti mos ta lexosh Biblën. Ne duhet të përkushtojmë që të lexojmë Biblën çdo ditë. Ne duhet të dimë cili është vullneti i zbuluar i Perëndis, atë, dhe është këtu në Bibël. Dhe gjithashtu është vullneti i pazbuluar i Perëndis që ne dëgjojmë përmes zërit të frymës shenjtë. Fryma e shenjtë i dëshmon frymës tonë, jo vetëm që jemi bijtë të Perëndis, po kur jemi në mes të katër rrugëve, ai drejton hapat nga ne duhet të shkojmë. Prandaj është kaq e rëndësishme që ne të kemi kohë me Zotin. Djali mori pasurinë e vet dhe iku. Kush është pasuria jonë sot? Se mirë mund të themi pastor, jam çik larg Zotit se s'po lutem, s'po lexoj,
Po kush është pasuria? Koha jote është pasuria jote. Kush ta ka dhënë kohën? Zoti ta ka dhënë kohën. Zoti na e ka dhënë kohën sa vite do jetojmë në këtë botë, prandaj të vrasësh është mëkat. Nuk ke të drejtë ti t'ja heqësh jetën dikujt tjetri dhe as t'ja heqësh jetën vetes tënde. Vetvrasja është mëkat akoma më i rëndë se vrasja. Nuk e zgjidh problemet, por aty fillojnë probleme pse automatikisht je për në ferë. Prandaj nëse dikush ka mendime vetvrasje, ki frikë nga Zoti. Pse? Se je duke shkatruar pasurinë që Zoti të ka dhënë. Si po e shpenzon ti kohën tënde? Për qefe? Do dal me shokët, do me shoqet, do bëj këta, do bëj ata. Po me Zotin. Si po e shpenzon kohën? Po me shërbesën. Çfarë po bën ti për mbretërinë e Perëndisë? Dhuntit. Zoti të ka dhënë dhuntit. Zoti të ka dhënë talente. Si po i shpenzon ato? Zoti të ka dhënë jetën tënde, vetë jeta jote është pasuria jote sepse ta ka dhënë Zoti. Si po i shpenzon? Bëj një pyetje, a jam duke bërë vullnetin e Atit apo jam duke ndjekur qefin tim? Ka 3 vullnete. Është vullneti i Atit, është vullneti i djallit, por është dhe vullneti i njeriut. Dhe ky i fundit është ai që ne duhet kemi më shumë kujdes. Sepse duket sikur po kënaqim Zotin, po kënaqim veten. Dhe duke kënaqur veten, ikim larg Zotit. Mësimi i dytë që ne duhet të nxjerrim është zemra e Atit është një zemër që na pret. Dhe është një zemër që na jep shpresë, jetë dhe pret kthimin ton. Teksti tek Ungjilli i Lukës na thot se Ati e pa djalin kur ishte ende larg. Dhe kjo do të thot se Ati po shikonte çdo ditë në rrugë. Ati ishte duke pritur çdo ditë për kthimin e fëmijës vet. Ati Perëndi është duke pritur çdo ditë. Ne thamë që pasi mëkatoi Adami, çfarë thuhet? Bibla thotë që Ati Perëndi po shëtiste në fladin e ditës. Kishin lënë një takim të përditshëm. Nëse ti ke qenë ndonjëherë i dashuruar dhe ti ke lënë një takim të dashurin ose të dashurën, dhe ai nuk vjen, mërzitet sa s'ka më ku të vej. Ti ikëm truri. Por imagjinoni Perëndin. Perëndia ka lënë një takim të përditshëm me ty në fladin e ditës. Që ti të freskohesh, që ti të kënaqesh, që ti të bekohesh. Prandaj unë sot duhet ju nxis që ju të kuptoni që Ati po më pret mua. Mere personale. Ati po të pret ty. Je duke u lutur, je duke i folur. Nëse ti nuk je lutur, nuk e ke folur Perëndis me gojë. Që të ka bërë Perëndia që si flet me gojë? Shpeshherë ne njerëzit vëmë njëri tjetër dhe themi, "Çfarë ka bërë që ti s'më flet me gojë?" E po ja Zoti po ta thot, "Çfarë të ka bërë unë ty që ti s'më flet mua me gojë?" Është shumë e dhimbshme për një prind kur fëmia mërzitet dhe nuk i flet prindit me gojë. Po Ati Perëndi, ne jemi fëmijët e Tij. Ai na ka blerë me gjakun e Tij. Dhe ne duhet që t'i flasim atij çdo ditë. Ne duhet çdo ditë të lutemi, të bisedojmë. Lutja është bashkë bisedim me Perëndin. Dhe çdo ditë duhet të lexojmë fjalën e Tij. Jo vetëm t'i themi mirëmëngjes At, po edhe ta dëgjojmë që ai na thot mirëmëngjes bir. Sepse shumicën e rasteve ne shkojmë tek Ati me një listë. Në shumicën e kohës fëmijët janë interesagjinj të prindrit. Por ama duhet të ketë edhe një kthim mbrapa. Dëgjoje. Sot duhet që ti ta marrësh në zemrën tënde vëmendja e Atit dhe sytë e Tij janë mbi ty. Ai të pret. Fryma e shenjtë punon çdo ditë të na bindi për kthimin ton tek Ai.
Madje edhe ka shumë njerëz që largohen për një farë kohe nga kisha, po pastaj kthehen. Pse ndodh kjo? Sepse Zoti ka dërguar frymën e shenjtë që të punojë në zemrat e njerëzve. Mësimi i tretë që duhet të nxjerrim sot është zemra e atit vrapon drejt mëkatarit. Nëse je zhytur në mëkat, zemra e atit vrapon drejt teje. Ndërsa Eva dhe Adami kthyen shpinën Perëndis, dhe fjala e Zotit na mëson që nuk ka asnjë të drejtë as edhe një. Ne nuk shpëtohemi se jemi njerëz të mirë. Merreni vesh sot. Feri do jetë plot me njerëz nga ata që ne i quajmë të mirë. Duhet i besosh Jezusit që të shpëtohesh. Ne kthejmë fytyrën tonë drejt atit kur ne bindemi për mëkat, për gjykim dhe për drejtësi, dhe kur ne përulemi dhe themi Aba, o Atë, kur ne pendohemi dhe kërkojmë Zotit falje për mëkatin tonë. Edhe gjithë kjo punë është bindja që fryma e shenjtë bën në jetën tonë. Dërgon një ungjilltar, ti e dëgjon një herë fjalën e Zotit, pastaj dërgon prap, pastaj prap, derisa fryma e Zotit punon dhe ti bindesh. Kur ti bindesh, atëherë bëhesh fëmijë i Perëndis. Dhe Perëndia të do ty, është ai që ka vrapuar për të kapur ty. Ati vrapon që ne të hyjmë në gëzimin qiellor. Dhe Bibla thotë që kur një mëkatar pendohet, ka festë në qiell. Ti bëhesh fëmijë i Perëndis dhe Ati ynë është mbreti. Kur ti pranon Jezusin si Zot dhe shpëtimtar, ti je një princ ose princesh në mbretërinë e Perëndis. Dhe Jezusi thotë që ati që qëndron deri në fund, unë do t'i jap çfarë? Kurorën e jetës. Sa gjë e bukur është kjo. Perëndia feston me mua. Unë duhet të mësoj se dashuria e Perëndis thyen çdo barierë. Ai na kërkoi i pari. Ai nuk pret që ne të rregullohemi, por vjen drejt nesh. Pra ai nuk na pranon ne se jemi të shenjtë apo se jemi të mirë. Ai vjen na merr dhe na bën ne të shenjtë. Na pastron me gjakun e tij. Zemra e Atit është një zemër që merr iniciativën për pajtim. Ne ishim armiq të Krishtit dhe Perëndia na pajtoi ku? Në Jezu Krishtin. Mësimi 4 që duhet mësojmë është zemra e Atit fal plotësisht. Zemra e Atit fal dhe harron. Ai merr mëkatet tona dhe i hedh sa larg është lindja nga perëndimi dhe i hedh në detin e Aresës. Problemi ynë është shkojmë te deti i Aresës dhe peshku e kapim prap. Ne kapim lëndimin, ne kapim hidhërimin. Vllai motra ime, mos shko më te deti i Aresës. Qëndro te krahët e dashurisë së Perëndis. Ne kënduam në rrjedhën e dashurisë, edhe rrjedha e dashurisë së tij është ajo që na çliron, që na bekon, që na shëron. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë të gjë. Ne e shikojmë aty që djali përgatiti një fjalim pendese. Por Ati nuk e la, as ta fillonte dhe as ta mbaronte këtë fjalim. Pse? Sepse Ati nuk na pranon nga fjalët e bukura që themi. Ati çfarë kërkon? Kërkon zemrën tonë. Ai kërkon zemrën tënde. Ti thuash, o Atë, unë e prisha. Të lutem më fal. Jam i mërzitur sot. Jam i trishtuar sot. Jam i hidhëruar sot. Pra, kur ti shkon tek Ati, ti tregon të vërtetën kush je ti. Jo fjalë të bukura, sepse asnjë gjë nuk i fshihet dot Atit. Ne nuk mund t'i fshihemi dot Perëndis. Ne mund t'i fshihemi njëri tjetrit dhe lavdi Zotit që nuk i lexojmë dot mendimet në njëri tjetrit, sepse shpesh njerëzit e hedhin dorën në qafë, thonë të dua, edhe pastaj më vonë bacakosht i zbulon që të pas kanë dashur vërtet. Por ajo që Zoti do është kjo, që ne të jemi të vërtet me Atin. 1
çfarë ndodhi në këtë takim? Ati e përqafoi dhe e puthi. Kur ai ishte shumë pis dhe mbante erë të keqe. Nuk i tha, na qenë beshpinë, shko lau, pastaj hajde. Jo. Përqafimi dhe puthja e Atit në këtë shëmbëtyr ka një kuptim shumë të thellë shpirtëror. Ato tregojnë pranimin e menjëhershëm dhe të plot të djalit pas një kusht dhe pas një akuzë. Perëndia të pranon pa kushte. Perëndia të pranon ashtu siç je. Por nuk të lë siç je. Të ndryshon, të transformon. Prandaj është e rëndësishme që ne të shkojmë tek Aty ynë. Puthja dhe pendesa edhe dashuria e Atit na bën ne të shkojmë në pendesë. Përpara se ne të marrim faljen, ne duhet të pendohemi. Falja e Tij nuk bazohet në fjalën tonë, por në zemrën tonë. Pendesa është një qëndrim zemre, nuk është një qëndrim fjalësh të bukura. Prandaj shumë e rëndësishme që ne si besimtar ti kuptojmë këto gjëra. Dhe pasi djali pendohet, Ati e pranon si birë. Puthja e Atit, përqafimi e Atit ka të bëjë me pranimin. Ai të pranon ty si fëmijë të Perëndisë. Dhe si fëmijë e Perëndisë, më pas fillon dhe ndryshon gjendja jonë. I veshi robën më të mirë. Pra i veshi mantelin më të mirë. Veshja e robës simbolizon rikthimin e plot të identitetit dhe dinjitetit të djalit. Pra, ndryshon statusi yt. Nuk je më sklav, nuk je më një njeri që punojet e derat, nuk je më pis, nuk je më i refuzuar, por çfarë? Je fëmijë i Perëndisë. Je ngritur në një nivel më të lartë dhe niveli më i lartë, statusi më i lartë social, shoqëror që ne mund të kemi është që jemi fëmijë të Perëndisë. Ati nuk e la djalin që të ishte me rrobat e turpit dhe me rrobat e dështimit. Mëkati na bën që të kemi rroba turpi dhe rroba dështimi. Por e veshi ata me një rrobë të re, duke treguar se Perëndia jo vetëm që fal mëkatin, por edhe mbulon të kaluarën dhe na jep restaurim. Pra e kaluara nuk do ketë asnjë shenjë në jetën tonë. Ti nuk merr identitetin më nga e shkuara, por e merr identitetin nga rroba që Zoti të ka vendosur sot. Dhe te zbulesra, Gjoni thot, unë pash mira që ishin me rroba të bardha. Pse? Ata I kishin la rrobat me çfarë? Me gjakun e qengjit. Kjo rrobë përfaqëson drejtësinë. Ti nuk je më si mëkatar në sytë e Atit, ti nuk je më si I gabuar, po ti shikohesh si I drejtë. Dhe për shkak të drejtave që ti ke si bir, ti përfiton ti jesh I bekuar, I shëruar, I gëzuar, I suksesshëm. Prandaj shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë gjërat drejt. Kjo rrobë përfaqëson nderin, përfaqëson hirin dhe favorin që vjen nga Ati. Duke shpallur që ti ishe I humbur, por tani je I gjetur, je I rivendosur. Ti je si bir I vërtet dhe jo si shërbëtar. Dhe fjala e Zotit thotë që ne jemi bi dhe jo shërbëtar. Ne I shërbejmë nga pozicioni I dashurisë. Çfarë bëri tjetër Ati? I vendosi unazën e tij. Unaza është edhe një simbolizim vule. Mbretërit vulosin dokumentat me unazë. Nuk ishin vull sot siç kemi në përzyra. Zoti ka vendosur vulën e tij në ty.
Bibla thot e Efesianët që ai ka vendosur kaparin e frymës shenjtë, që do thot vula e unazës së Atit, është vendosur në ty dhe ti je biri Perëndis, ti i përket atij. Unaza simbolizon rikthimin e përkatësisë dhe autoritetit të djalit në familje. Atë që Eva dhe Adami e humbi, tani u rikthye. Ti po merr autoritet. Ti e ke pjesën, ti i përket familjes së Perëndis. Me vendosjen e unazës, ai tregon se djali nuk është vetëm i falur, por ai është i pranuar dhe është plotësisht biri i Atit, me identitet dhe me besim të rivendosur, të restauruar. Unaza tregon se kemi autoritetin që Ati ka. I njëjti autoritet që Ati i dha birit Jezu Krishtit, biri Jezu Krishti na e ka dhënë ne. Kështu që ti nuk ke pse jeton si i friksuar. Nuk ke pse jeton si i paplot, por ti mund jetosh i fortë, ti mund jetosh i bekuar edhe i lirë. Ai na ka vendosur ne me kaparin e frymës së shenjtë. Çfarë bëri tjetër Ati? I tha vishini sandalet. Sandalet simbolizojnë lirinë dhe dinjitetin e birit. Shërbëtorët zakonisht në atë kohë ishin zbathur. Por Ati i vendosi sandalet të reja për të treguar se djali nuk kthehet si shërbëtor, por ai kthehet si bir dhe si i lirë. Ky është restaurimi i Atit. Ati të restauron ty nga çdo gjë e të shkuarës. Dhe ti duhet jetosh si bir me të drejtat të plota në shtëpinë e kujt? Shtëpinë e Atit. Dhe shtëpia e Atit është shtëpia jote. Pse tha Jezusi te Gjoni 14, në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, për ndryshe unë po them, po shkoj të përgatis një për kë, për ty. Ka një banesë për ty, ka një banesë për mua në shtëpinë e Atit. Dhe gjithashtu, fjala e Zotit na thotë që Ati kishte organizuar një festë. Organizimi i festës tregon gëzim të madh për Atin. Ai u gëzua për kthimin e djalit të vet. Tregon për vlerën që Ati i jep një jetë të rikthyer. Festa shpall publikisht se humburi është gjetur dhe se pendesa nuk përfundon me qortim, por me gëzim. Sepse për Perëndin çdo kthim është arsye feste. Paracakosh një nuse që ne kishim marrëdhënie, kishte shkuar te Vjera, ishte ulur në këmbë, edhe kishte kërkuar falje. Dhe Vjera i kishte gjuetur me shqil dhe i kishte refuzuar faljen e saj. Ati nuk bën gjëra të tilla. Ati nuk refuzon. Prandaj duhet të them që nëse ke gabuar diku, nëse je marrë me thashë theme, mund mos kesh vrarë, po je marrë me thashë theme, ke folur keq për një shoqe që ndoshta ajo se di. Shko dhe kërkoj falje Atit. Restauro marrëdhënien me Atin, sepse kur ne flasim keq për njëri tjetrin, ne thyejm marrëdhënien me Atin. Mëso të festosh me Zotin. Shumë besimtarë nuk din të festojnë me Zotin. Pse? Sepse janë të shpëtuar në frymë, por me mendje janë akoma të pa transformuar. Dhe çfarë i tha Ati? Hyr në festën time. Ati po të thotë ty sot, hyr në festën time, mëso të festosh me Zotin. Zoti ka këto momente mundësie, ku duket sikur je i bllokuar, kur ti duket sikur je i mundur, dhe duket sikur je i ngecur në një vend dhe thua s'kam nga t'ja dal këtu, po si ti i jashtetit unë. Dhe prap të shkosh atje dhe prap ngecesh. Pse? Se si ke bërë sapet me Zotin, si ke bërë llogarit me Zotin. Duhet i bësh llogarit me Zotin. Dhe duket sikur Zoti nuk punon.
Çfarë duhet të bëjmë? Ndryshon me një herë perspektivën, mënyrën se si ti I shikon gjërat. Perëndia po përgatit një fest për ty. Ky është lajmi I mirë sot. Ka një fest që është gati për mua, ku ti duhet të kërcesh. Ti duhet të fillosh të kërcesh mbi problemet e tua. Si tha Davidi, ti vajos kokën time me vaj, kupa ime po derdhet, ti shtron tryezën time në pranit armiqve të mi. Aleluja! 2026 do të jetë viti I bollëkut, viti I bekimit për mua, viti I suksesit, viti I promovimit, viti I niveleve të reja, dhe unë do të filloj të gëzohem. Mëso të gëzohesh. Mëso të gëzohesh. Mëso sepse Zoti ka përgatitur një fest për ty. Hyrë në festën. Shpeshherë ne e paragjykojmë festën e Atit. Sepse ne mendojmë që duhet festoj Ati si dua unë. Por nuk është kështu. Ne duhet I përshtatemi festës së Atit dhe të hyjmë në festën e Atit. Ti do të kërcesh mbi problemet e tua dhe në pranit armiqve të tu. Ai problem që duhet të kishte mbajtur ty poshtë, do të kthehet në favorin tënd. Djalli mund të ketë investuar gjithë ferin kundër teje dhe ka momente kur ai investon gjitha sulmet kundër teje. E ne mendojmë sikur si jemi në rregull, po zakonisht sulmohen njerëzit që lutën shumë. Mos u tërhiq. Çau dhe fillo të kërcesh. Ky është momenti ku ti duhet të kërcesh. Ky është momenti që ti duhet të gëzohesh, ky është momenti që ti duhet të festosh. Bëu si Miriami në Bibël. Miriami kishte një dajre në dorë, edhe ajo filloi të kërcente edhe të festonte për Zotin. Fillo të këndosh përpara fytyrës së djallit. Fillo të gëzosh përballa saj që është nisur kundër teje dhe është menduar që do të kishte mundur, do të kishte hedhur poshtë. Fillo të gëzohesh përpara borxhit. Në mes të borxhit fillo të dhjapësh, të vjetën, fillo të mbjellësh farën e financave. Në mes të vështirësive, fillo të bekohesh. Fillo të gëzosh, sepse Zoti të do ty. Në mes të kancerit, fillo të thuash jam I shëruar në emër të Jezusit. Në mes të pandemisë, fillo të thuash jam I shëruar në emër të Jezusit. Nëse je pa shtëpi, fillo të thuash unë jam duke paguar shtëpinë time në emër të Jezusit. Sepse besimi shikon gjërat kur s'ka ndodhur. Kur ka ndodhur shëndet gjithë e besojnë, edhe ata që s'vin kish e besojnë. Sepse ndodhet tash. Po kur s'ka ndodhur, ti fillon edhe ti kesh gjërat. Shndërroje sëmundje në shëndet. Shndërroje borxhin në bollëk dhe bëje ëndrrën tënde që të ketë realitet. Unë jam I bekuar, unë kam bollëkun e Zotit në emër të Jezusit. Koha ime ka ardhur. Rroba ime është gati. Unaza ime është lustruar, ka shkëlqim. Dhe po shkëlqen nga lavdia dhe drita e Zotit. Viçi I majmë është majmur për ty. Dhe kjo simbolizon bollëkun e Zotit. Përgatitu të hysh në fest. Mëso të hysh dhe të festosh me Atin. Para shumë kohësh bënim këto ahenget në dasën. Edhe kur ishim në lagje, fillonin kush e fillon dhe që nga e Marta, që nga e Hëna, edhe kënaqeshin, mirë po kishte nga ata që ishte tasëm kotin. Po pse? Se veni ati uleshin të stoli dhe as kërcenin, as lëviznin, normale s'do mësosh të kërcesh, pse se s'ke tentuar kur të kërcesh. Ka ardhur koha që në qoftë se ato dasma ke ndendur ulur edhe thot, sot mund të thuash, po unë s'di të kërcej, fillon të mësosh të kërcesh. Kur u dashuruam në fillim me Aidën, më pyeti, di të kërcesh, i thash popullore ti kërcej mirë, po ndonjë kërcim tjetër, po i thash, di kërcimin e Davidit. U thash, si është kërcimi I Davidit? Pa turpi, thash, kërcej përpara Zotit, kërcej në adhurim, si të ma shkrepi dhe e keni parë që unë I bëj këto gjëra. Pse? Sepse nuk kam turp nga njerëzit për të adhuruar Zotin, për të festuar për Zotin tim. Mos ki turp, turpi do të pengoj.
Mbështetu te Zoti dhe beso se bollaku po vjen. Edhe fillo të gëzohesh. Zoti do të hap dyert që askush tjetër nuk mundet t'i hap. Qëndro besnik me Perëndin. Ti nuk e nevojë për njerëz që t'i japin miratimin e tyre. Fillo të kesh syt nga Zoti. Ngri syt drejt Perëndis. Njerëzit janë të kufizuar, kurse Zoti është i pakufizuar. Mëso të festosh me Zotin. Nevoja më e madhe sot është për miratim. Edhe më bëre like, s'më bëre like. Sa më bën, sa s'më bën. Sa më komentuan, sa s'më komentuan. Është ati që ka komentuar, thot, unë të dua. Pik, mbaroj. Në këtë shembull ne mësojmë se zemra e atit për bijtë e tij është një zemër e mirë e dashur, dhe ai na do të gjithëve njësoj. Nuk do një më shumë dhe një tjetër më pak. Jemi të gjithë njësoj. Por, te kjo shëmbëtyr, është dikush tjetër aty. Është vllai i madh. Vllai i madh ishte në shtëpi. Bëri një jetë perfekte dhe zakonisht kjo ka të bëjë në kish me besimtarët që janë gjithkohës aty dhe nuk i ki asnjëherë në botë. Por problemi është që bëhen paragjykues ndaj të tjerëve. Pse favorizoi pastori këtë? Pse e mori me njëra aty përpara? Unë kam kaq vite këtu. Nuk duhet jemi xheloz. Në kishën e Zotit nuk duhet të ketë xhelozi, sepse ky vllai i madh ishte ngjitur me atin. Por ai nuk ishte kuptuar që Perëndia dëshiron marrëdhënie. Jo thjesht të ulesh në karrige. Jo thjesht punosh në arë. Para se sa ti shërbejmë Zotin, ne duhet kemi marrëdhënie me Perëndin. Ne duhet lutemi, ne duhet kërkojmë Zotin. Dhe edhe ata që janë në shtëpi mund të mos e njohin zemrën e atit. Dhe kjo është gjëja më e rrezikshme. Jo të gjithë që thonë jam i krishter, janë me të vërtetë krishter. Sepse shumë të krishter thonë do iki te ky mali këtu do ndezi një qiri. Kjo nuk është marrëdhënie me Zotin. Ky mali këtu ka ndonjë qiri brenda ndezur? Zemra jote. Pra ne duhet të ndezim qiririn e zemrës tonë. Ne duhet të kemi marrëdhënie me atin. Zemra e atit është e hapur, njësoj si për mëkatarin që kthehet, por dhe ashtu për të drejtin që ka nevojë akoma më shumë për hir. Prandaj apostulli Paul thotë që ne kemi nevojë për hir mbi hir, në çdo një hir, por çdo ditë kemi nevojë për hirin. Përfundimisht, përqendrohu tek zemra e atit. Krijo një marrëdhënie të thellë dhe intime me të, përmes fjalës, lutjes dhe frymës së shenjtë për të dëgjuar zërin e Zotit Perëndi. Ai na pret me durim për të hyrë në prekjen e tij dhe në gëzimin e tij. Ai vrapon me dashuri, na fal pa kushte, na fton në gëzimin e tij. Dhe kjo shëmbëtyr na bën një pyetje personale dhe reflektuese. Do doja që t'i mbyllim syt sot, edhe mendoni vetëm për veten tuaj. Ku jam unë sot? Jam ai fëmia që mori pasurinë dhe iku të jetoj në mëkat dhe jam larg Zotit. Larg Zotit mbas se s'po jeton në mëkat, po mund të jesh duke mos u lutur dhe duke mos lexuar Biblën dhe duke mos dëgjuar frymën e shenjtë. Jam në kish, por nuk e njoh zemrën e atit. Jam duke u kthyer. Jam si ai vllai i madh që jam i mbushur me xhelozi. Pyetja që Zoti po thot sot është kjo. A ke ti një marrëdhënie zemër për zemër me atin? A e njeh ti atin në zemrën tënde? Kudo që ti të jesh, në çdo vend që ti të jesh, ka një lajm të mirë për ty. Ati po të pret. Ai ende vrapon, ai ende përqafon. Ktheu
tek zemra e Atit. Zot, unë vi përpara Teje më të shenjtë, të falenderoj Zot që Ti na fole, Zot. Faleminderit për zemrën tënde, o Atë. E Zot, ne pendohemi, Zot, sepse nuk jemi gjithmonë aty tek flati I ditës, Zot. Nuk jemi gjithmonë aty tek kopshti I Edenit, Zot. Edhe shpeshherë ne merremi më shumë me punët, Zot, duke menduar që po të pëlqejmë Ty, Zot. Por Zot, sot, kudo ku jemi ne kthehemi, Zot. Ne kthehemi në krahët e Tu të dashurisë. Sepse Ti aty na mban të qetë, Ti aty na mban pranë, Ti na jep identitet, Zot, Ti na jep fitore, Zot, Ti na jep bollëk, Zot, dhe faleminderit, Zot, që Ti ke përgatitur një fest për ne. Ne duam të hyjmë te festa jote, Zot. Dhe nuk duam të rrim aty të ulur dhe këmbkryq, por ne duam të festojmë me Ty. Zot, derdhe këtë zbulesë në kishën tonë sot, Zot. Edhe bëj, Zot, që gjithë secili, Zot, të jetojmë me Ty, Zot. Të jetojmë me Biblën, Zot, të jetojmë me lutje, Zot, dhe të dëgjojmë zërin e frymës shenjtë, Zot. Unë lutem që Ti do zgjosh ndërgjegjet tona, Zot. Edhe lutem, Zot, që ai ose ajo thotë që ky nuk është për mua, Zot, unë lutem që ta thyesh këtë ide në emrin të Jezusit. Dhe lutem, Zot, që të vijë një përulje e vërtet, jo një përulje e rreme, Zot. Ne lutemi për një përulje të vërtet, Zot, në emrin e Jezusit. Amen.